Përshëndetje miq. Jemi në transmetim të drejt për pjesën e dytë të ndeshjes midis skuadrës Beslidhja dhe skuadrës suedeze Karlbergs. Pjesa e parë e cilës ka përfunduar 2-0 në favor të skuadrës së Beslidhjes me gol e shënuar në minutën e 4 nga Raboshta dhe minutën e 40 nga Gurbanov. Topi nga qendra është ekzekutuar nga lojtarët e skuadrës së Beslidhjes. Naziri i futur në lojë pjesën e dytë aksioni i skuadrës Beslidhjes nga krahu i djathtë dhe të shohim çfarë ka ndodhur në zonë. Në fakt goditja është i goditje dënimi në favor të skuadrës Beslidhjes në distancë rreth 17 metra, pra është më pak rreth 17 metra, më pak se 1 metër larg vinjes së 16 metrësit në të majtë harkut të zonës. Është Kruja në distancë vrulli, pritjet në goditje kalibruar e tij. Ashtu ka ndodhur dhe topi ka kaluar mbi trekëndshin e portës së mbrojtur nga portieri Mik Bojorg i skuadrës portieri i skuadrës Mike Bojorg me numër 35 është tërhequr në distancë vrulli, e ka goditur me tepër forcë, por në mesin e fushës ka dy luftime, është aty Gjobe, pastaj Gurbanov me Meti. Topi është kthyer prapa tek zona e rreptësisë e skuadrës Beslidhjes. Ka një goditje dënimi nga gjyqtari kryesor Hamiti në favor të skuadrës Mike. Është kapiteni i skuadrës Stin, e ka pasuar në të djathtë, pastaj e ka mbrojtësi i qendrës Heiberg, pastaj Stin, kapiteni i skuadrës, i cili e ka pasuar për në rrethin qendror nga mesfusha, nga rrethi qendror mes nuk kalon aksioni i djathtë sulmit të skuadrës Mike. Është Alensana që ka ndërhyrë dhe një goditje rivënjansore me duar në favor të skuadrës Mike, e cila duhet thënë që në pjesën e parë për një periudhë kohore e dominoi lojën, kur rezultati ishte 1-0, zhvilloi më shumë volum loje, pa mundur të krijojë raste të pastra, por e kërkoi golin e barazimit dhe pikërisht atëherë kur pritej që skuadra Mike të barazonte, ka ndodhur dyfishimi i rezultatit fal një pasimi shumë të saktë të Raboshtës nga mesi i fushës, teksa ka parë daljen e kolegut tij Gurbanov, i cili pasi vjen në zotërim të topit fiton dy luftime me një prej mbrojtësve
futet brenda zonës së 16 metrashit dhe teksa ka parë dhe dalën e portierit ka gjuajtur dhe topi ka përfunduar në port duke tundur rrjetën për të dytën herë dhe përfundon pjesa e parë me këtë rezultat, pra 2-0 në favor të skuadrës Bestlidhjes, e cila vazhdon të kryesojë edhe në këto minuta të pjesës dytë. Është një aksionisht bukur i skuadrës vendase. Kemi një fillim të vrullshëm të skuadrës së Bestlidhjes, sa duket tekniku Plori ka dhënë instruktazhin e tij për të rritur tempin e lojës, por kemi një pozicion jashtëloje të lojtarëve të skuadrës Bestlidhjes. Kapiteni i skuadrës Mike e qarkullojnë topin me shumë takime lojtarët e skuadrës Mike. Skuadra Karlbergs e Suedis luan në ligët inferiore të kampionatit suedez, por duhet theksuar fakti se është skuadra që përgatit kontingjente lojtarësh ose më saktë quhet për përgatitje të lojtarëve mjaft cilësor për tregun e futbollit suedez. Është Kruja, gjithë një Kruja ka pasuar mjaft bukur në mesin e fushës, por nuk është vënd dot në zotrim. Aksion nga krau i majt Alensandr, gjithë një Alensandr, lojtar mjaft teknik. Kruja brenda zonës ka gjujtur, por ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës. Moment i vështirë dhe 3-0. 3-0 ka shënuar Alensandr në minutën ishte një aksion i bukur i skuadrës Bestlidhjes dhe Alensandr, duke ndjekur nga afër aksionin brenda zonës së rreptësisë, ka shënuar në minutën e 8 të pjesës dytë. Pra 3-0 për skuadrën vendase të Bestlidhjes. Goli i tretë është shënuar në minutën e 8 të pjesës dytë nga ana Alensandr. Numri 66 i kësaj skuadre, një lojtar i ri me perspektivë, i ardhur në radhë të skuadrës Bestlidhja nga merkatoja e verës. Alcani, sa duket Neziri ka zënë vendin e Temjes, pra është futur në pjesën e dytë Neziri, e kraun e djathtë të mbrojtjes së skuadrës, por me sa shohim është Beci që ka lënë fushën e lojës për të zëvendësuar me Nezirin. Pavarësisht se është ndeshje miqësore, sipas rregullores, duhet që gjyqtari 4 të bëjë me dije zëvendësimet, gjë të cilën nuk e ka kryer, dhe në një farsoj mënyre na e vështirëson mundësinë
e evidentimit në kohë reale të zëvendësimeve pasi zëvendësimet janë kryer në pjesën e dytë dhe ka një lojtar të skuadrës sa duket një lojtar i skuadrës Beslidës është i dëmtuar. Aty ka shkuar stafi mjekësor për t'i dhënë ndihmën e duhur. Distanca e largët dhe bën pothuajse të pamundur identifikimin e lojtarit dëmtuar pasi edhe është grumbulluar. Janë grumbulluar lojtarët të tjerë të skuadrës Beslidës dhe jemi në minutën e 10 të pjesës dytë, gjithnjë 3-0 për skuadrën vendase. Beslidhja 2 gole në shënuar në pjesën e parë, respektivisht në minutën e 4 dhe të 40, ndërsa goli i tretë është shënuar në minutën e 8 të pjesës së dytë, pra që prej minutës së 8 të pjesës së dytë Beslidhja udhëheq me rezultatin e pastër 3-0. Kruja bën lëvizje mashtruese. Aksioni shpejt i skuadrës së Beslidhjes ka gabuar njëri prej lojtarëve. Neziri e ka dërguar me tepër forcë, por ndërhyn mbrojtja e skuadrës mike. Me topin zotërim është lojtari me numër 7 Fernandes, një lojtar mjaft teknik, lojtar që luan mirë me topin. Si Scena me numër 24 ka kthyer për tek numri 5 Geiger, ky e ka kthyer më në thellësi tek portieri i tij, i cili me këmbë e ka dërguar në të djathtë të mesit fushës. Ka një hyrje të gabuar të mbrojtësit Talcani në dëm të njërit prej lojtarëve të skuadrës mike. Gjyqtari Hamiti ndodhur fare pranë aksionit ka akorduar një goditje dënimi, ndërkohë që topi është jashtë vijave kufizuese të fushës. Është marrë nga njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidhjes dhe është rivën në lojë shkurtazi. Kruja ka pasuar Alexander, autori i golit të tretë, realizuar minutën e 8 të pjesës dytë. Pra udhëheq Beslidhja me rezultatin 3-0, ndërkohë që kanë kaluar 13 minuta lojë nga pjesa e dytë, ku udhëheq skuadra vendase e Beslidhjes me rezultatin 3-0. I topi gjatë është prekur me dorë nga njëri prej lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, por gjyqtari Hamiti ka vazhduar lojën. Me topin sot ka gjujtur mjaft bukur lojtari me numër 9 i skuadrës mike dhe topi ka përfunduar. Paksa Bitraun para është Janshidi
që ka gjujtur Kruja, ka pasur mjaft bukur për gjop, pastaj është Neziri, Akansase, Gurbanov, një top të gjatë për Alensandr në kraun e majtë të sulmi, gjithë një Alensandr është futur brenda zonës, ka pasuar, por ndryn me mjaft qëtësi njëri prej mbrojtësve të skuadrës shmike dhe ka qenë sa duket kapiteni i skuadrës që ka larguar dhe topi është jashtë vijave kufizuese të fushës. Është po të gati një zëvendësim në këto minuta. Është numri 16. I skuadrës mike, Vajino, që përgatitet të futet në lojë, ndërkohë që kemi edhe 3 lojtarë të skuadrës Beslidjes, është Biba me numër 77, Oduro me numër 20 dhe Danaj me numër 88, që bën gati për të futur në fush. Jemi në aksioni i skuadrës së Beslidjes Kruja. Jemi në minutën e 17 të pjesës 2 të ndeshjes, akoma nuk janë kryer zëvendësimet. Rezultati vazhdon 3-0 për skuadrën vendase Beslidja. Akansase brenda zonës, por ka dal portieri i skuadrës shmike Bojorg dhe ka larguar rrezikun. Të shohim kush do të lërë fushën e lojës të dyja skuadrat. Kruja është i pari që është larguar dhe vendin e tij ka zënë Biba. Pastaj është Gurbanov, dhe Akansase. Ndërkohë që kanë hyrë në fushën e lojës për skuadrën mike të Karlsbergsit, edhe Vajino me numër 16 dhe numri 4 Beklemen. Aksion i shpejt i skuadrës mike dhe goditje nga këndi në krahun e djathtë të sulmit. Kemi stafin drejtues të skuadrës Karlsbergs, të cilët japin orientimet e duhura këtë goditje dënimi. Sa duket kemi një skem, por ka ndërhyrë aty njëri prej mbrojtësve të skuadrës vendase, e ka larguar topin
por vazhdon aksionin skuadra mike, brenda zonit topi bukur, moment i vështirë dhe gol. Skuadra mike ka shënuar golin e parë. Pra të shohim kush është autori i golit, është numri 24. Siestensa ka shënuar gol në minutën e të shohim minutat. Në minutën e 20 të kësaj pjese, pra minutën numri 24 Sietensa ngushton diferencën e golave. Të rezultati është 3-1 për skuadrën e Beslidhjes. Ka shënuar në minutën e 4 Raboshta, pastaj minutën e 40 Gurbanov, më pas në minutën e 8 Aleksandr, ndërsa të pjesës 2, ndërsa minutën e 20 të kësaj pjese ka ngushtuar diferencën e golave Sietensen dhe rezultati vazhdon të jetë 3-1, ndërkohë që kemi një goditje nga këndi në favor të skuadrës së Beslidhjes në krahun e djathtë. Topi është dëbuar brenda zonës, ka kaluar gjithë pasqyrën e zonës 16 metrëshit, por nuk është shfrytzuar nga asnjëri prej lojtarëve. E nis kështu një aksion i shpejt. Ka një goditje dënimi në favor të skuadrës mike në krahun e majt. Kësa jemi në minutën e kanë kaluar goditje nga krahu i majt i sulmit të skuadrës së mike. Ka spastruar me tepër forcë Neziri. Topi ka shkuar nga zona rreptësisë e skuadrës Beslidhjes tek ajo e skuadrës mike, ka dalur portieri i mik Bojarg, e ka larguar. Topi në të djathtë të sulmit të skuadrës mike. Ndërhyn njëri prej mbrojtësve të skuadrës Beslidhja, është aty numri 3 i kësaj skuadre. Temja Mehmeti e i kthyer kemi një goditje dënimi. Akansasa është mbajtur në mënyrë të parregullt nga kapiteni i skuadrës mike Stin.
Dhe gjyqtari ka akorduar një goditje dënimi kemi një rivënje me duar në favor të skuadrës Beslidhjes. Neziri Mehmeti ka pasuar, por nuk është ndjekur nga drejtari me numër 20 Oduro, i cili ka zënë vendin e Gurbanov. Gurbanov, i cili shënoi edhe golin e tretë. Do të thënë se zhvilloi një volum të madh loje në mesin e fushës. Kemi një pauzë në këto momente. Topi ndodhet jashtë vijave kufisuese. Është rivën në lojë me një goditje dënimi, një topi kthyer prapa nga njëri prej mbrojtësave të skuadrës Beslidhjes, është Danaj në mesin e fushës, por topin e kanë marrë përsëri është Alcani. Gjob Mehmeti, ndaj cilit është ndërhyrë në mënyrë të gabuar dhe goditje dënimi. Topi është kthyer tek portieri i skuadrës Lezhjane, Myrta, i cili e ka goditur me këmbë në krahun e majt për mbrojtësin Alcani. Topi ndron krah nga e majta në të djathtë. Aksion nga krahu i djathtë, por ka dalë portieri Myrta. Ishte një deportim brenda zonës i njërit prej sunuesve të skuadrës Karl Bergs, por ka dalë portieri Lezhjan Myrta, i cili pa probleme ka vënë zotrim këtij topi dhe pastaj ka goditur. Është në mesin e fushës Mehmeti. Një goditje dënimi. Alcani e ka goditur topin, ka pasuar shkurtasi. Oduro ka harkuar mjaft bukur nga e majta në zonën në rrëtësisë, ku është Danaj me topin zotrim, ka pasuar për tek Neziri, përsëri Danaj ka lëshuar një top për Nezirin, për ndërhyrë mbrojtja skuadrës mike.
dhe kemi topit dalë 6 vijeve kufisuese të fushës, pra nuk u morën vesh si duhet Biba dhe Danaj, por kanë rritur të fitojnë një rivënje anësore të cilën nda kryi Neziri. Kanë gabuar sërish Lezhanët, topi ka dalë 6 vijeve kufizuese për të rivënë lojë nga skuadra mike me duar. Është njëri prej lojtarëve ka pasuar prapa. Neziri kërkon nga shokët e tij markim më të sigurt. Biba ka mundur që të evitoj daljen e topit jashtë vijave kufizuese të fushës, por pa mundur ta vënë zotrim të tij. Është aty Siestena e ka kthyer prapa për tek Sudgan. Mudjatha se ka dërguar përsëri është Siestena, autori i golit, i cili e ka rimarrë topin, ecën në drejtim të sulmit, ka pasuar Djathas. Është një top i harkuar, por ndërhyn me saksi aty mbrojtësi Alcani dhe kemi njëri prej pikërisht portieri i skuadrës Vendas e Myrta është dëmtuar. Ishte ndërhyrje sigurt e mbrojtësit Alcani, ndërkohë kishte përplasje edhe të 2-3 lojtarëve të tjerë, por përplasje e cila edhe mund të evitohej pasi më pranë topit ishte Alcani, i cili kreu dhe goditin me kokë dhe realizoi largimin e topit, por ndërkohë që gjyqtari ka vënë re një ndërhyrje të gabuar në dëm të portierit, sa duket, i cili ka ndërhyrë dhe ai. Alexander ka lënë fushën e lojës dhe në vendin e tij ka një kërcim aty të Nezirit, ka vidur një luftim ajror. Ka gabuar njëri prej lojtarëve të skuadrës Beslidjes, i dy luftim ajror dhe Beckman me kokë ka një dy luftim në mesin e fushës të Fatit të skuadrës mike me numri 14 të skuadrës, është numri 14 i skuadrës mike Fati, i futur në lojë në pjesën e dytë. Rivënja anësore për skuadrën Karlbergs, topi kthyer prapa. Gurbanov ka kthyer prapa për numrin 3. Temja, Alcani, Neziri e ka kthyer prapa. Ka ndërhyrë në një ndërhyrje gabuar në dëm të Bibës, pra Bakman ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në dëm të lojtarit Biba. Mehmeti ka harkuar një top të gjatë
nga e djathta e mesit fushës në të majtën e sulmit të skuadrës së tij. Përsëri topi është kthyer prapa, është aty lojtari me numër 3 Temja, Alçani. Me topin zotrim gjithë një Alçani, pastaj Oduro, një top i gjatë për Temjen, Biba, Mehmeti, ka kthyer prapa për tek Alçani, i cili është me topin zotrim. Nis një top për Danajn, por ka ndërhyrë aty përpara tij njëri prej lojtarëve të skuadrës mike, të cilët e kthejnë topin prapa për tek portieri i tyre, i cili me këmbë ka dërguar në të djathtë në mesin e fushës, pastaj nga mesi i fushës është dërguar në thellësi në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës mike. Ka qenë kapiteni i skuadrës mike Stin, i cili kërkon angazhim më të madh nga shokët e tij të skuadrës. Rivënia ansore nga krahu i djathtë për skuadrën Karlbergs. Goditje nga këndi, ka arritur të marrë një goditje këndi. Skuadra mike në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës suedeze Karlbergs, një top i lshuar tokas. Aksion i shpejt, por i top i thon më shumë se duhet dhe vihen zotrim Mehmeti i Beslidhjes, i cili është midis dy lojtarëve të skuadrës mike, dhe Neziri ka arritur të fitojë një rivënie ansore të topit me duar në krahun e majt, në krahun e djathtë të mbrojtjes së skuadrës vendase Beslidhja. Vazhdon rezultati 3-1 për skuadrën vendase Beslidhja, me gol të shënuar në minutën e 4 nga Raboshta. Pastaj në minutën e 40 nga Gurbanov, pjesa e parë mbyllet me rezultatin 2-0, ndërkohë që në minutën e 8 të pjesës dytë ose në minutën e 53 të lojës ka shënuar golin e tretë skuadra e Beslidhjes me anë të Aleksandr, e ndërkohë që ka ngushtuar rezultatin Biba në krahun e djathtë, por kemi një pozicion jashtë loje. Ka ngushtuar rezultatin në minutën e 65 Sietsen i skuadrës mike Karlsbergs. Pra jemi në kanë kaluar kemi më pak se 10 minuta lojë. Topi endet në mesin e fushës, është në zotrim nga ana e lojtarëve të skuadrës së Beslidhjes, është Mehmeti, i cili ka kthyer prapa, por njërin prej mbrojtësve pikërisht është numri 3 Temja, i cili më pas e ka pasuar për tek Alçani, e ky
për tek portieri në të djathtë për Nezirin ka bërë një lëvizje mashtruese për topi ka dalë jashtë vijës kufizuese për të rëvënë me duar nga ana e skuadrës mike me anë të Fatit. Pastaj është numri 9 Gjimshidi. Alsani ka dërguar me tepër forcë për bibën në krahun nga e majta mbrojtjes në të djathtën e mesit fushës, por ka ndërhyrë me qetësi mbrojtësit e skuadrës mike dhe kanë neutralizuar këtë sulm të skuadrës vendase dhe organizojnë një sulm në krahun e djathtë skuadra mike, por kemi një goditje dënimi në favor të skuadrës sa duket është goditje dënimi në favor të skuadrës mike. Ka një hyrje të gabuar pikërisht të mbrojtësit Alsani në dëm të njërit prej sulmuesve të skuadrës suedeze. Goditja e dënimit është topi është shkaktuar jashtë vijës së zonës së 16 metrashit, jashtë vijës anësore në të majtë të portierit të portës, mbrojtur nga portieri Bojarg, falni nga portieri Myrta, dhe kemi një goditje dënimi. Ka gjuajtur paksa më shumë se duhet njëri prej sulmuesve dhe ka ndërhyrë mbrojtja e skuadrës lezhiane dhe ka tentuar të dalë në një aksion, por gjyqtari kryesor Hamiti ka akorduar një goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes. Ishte një aksion një shpejt, por gjyqtari ndodhur fare pranë aksionit, ka thënë re këtë goditje dënimi dhe ka akorduar me njëherë. Alsani ka kthyer prapa për tek Myrta. Loja në pjesën e dytë duk sikur pati më shumë ritëm, më kërkuese skuadra mike, por Beslidja mbrohet mjaft e sigurt dhe del në sulm rrezikshëm fal lojtarëve kualitativ në përbërjet cilës janë. Pra është një aksion pa pretendime, ishte një gjuajtje pa shumë pretendime njërit prej sulmuesve, por që është zotruar nga portieri Neziri. Danaj ka kthyer topin prapa për bibën. Mehmeti ka kthyer prapa për tek Temja. Ky akoma më mbrapa për tek Alsani, i cili ja rikthen Temjes, e ky Mehmetit, i cili dërgon me tepër forcë në repartin e sulmit ku dy lufton aty. Njëri prej sulmuesve të skuadrës mike me topin zotrim ka deportuar, ka dalë në pozicion të volitshëm, goditje ka quajtur, por topi ka qenë tokas dhe pa problem ka ndërhyrë mbrojtja duke larguar rrezikun. Mehmeti topi nga e majta në të djathtë, Neziri, Danaj, Mehmeti, Mehmeti përsëri ka pasuar mjaft sakt për Akansase, i cili në dy luftim me njërin prej mbrojtësve të skuadrës mike ka dërguar topin jashtë vijës
vijave kufizuese të fushës në rivënje anësore, e cila do të kryhet kemi një goditje dënimi, por jo, gjyqtari ka përshkëllyer përfundimin e pjesës dytë dhe të gjithë takimit, i cili ka përfunduar me rezultatin 3-1 për skuadrën vendase, me gola të shënuar në minutën e 4 nga Raboshta, në minutën e 40 Gorbanov 2-0, në minutën e 8 të pjesës dytë ose të 53-it Aleksandr më 3-0 dhe ka ngushtuar diferencën e golave. Sejtsen 3-1 minutën e 65. Mbyllet kështu ky takim miqësor i fituar nga skuadra vendase Beslidja. Mbyllim transmetimin e drejt për të rënë pastaj në mjetet e fushës për të marrë opinionet e trajnerëve respektiv rreth zhvillimit të këtij takimi. Deri atëherë mirë dëgjofshi.